Mëse këtë kjo ka shkel një aktgjykim të gjykatës kushtetuese që për veprimet e përjuristat konsiderohet ky është edhe një vepër penale që nuk i ka zbatuar një akt të cilin ka qenë detyrim dhe obligim për ta zbatuar. Avni Dehari duhet të ketë përgjegjësinë dhe ju A bie këtu përgjegjësia tek Avni Dehari si kryesuesi? Po si ai është duke udhëheq duke kryesu kuvendin ose mbledhjet e kuvendit, përderisa është më i moshuar, ose mund të thotë nuk dua të qëndroj në pozitën e kryesuesit apo të jap dërheqje nga pozita e deputetit, por jo të shkel kushtetutën e ti mos zbatoj veprimet apo aktgjykimet e gjykatës kushtetuese. Për mua mbet njëra prej shqetësimeve, sepse nëse ne kalojmë në këtë pikë duke mos i respektuar vendimet institucionale e duke mos e respektuar gjykatën kushtetuese, atëherë cili është niveli i përgjegjësisë? Atëherë a do të më çukit na me bë kauz këtu me kryengritje me bon. Cili është shembulli që jepet? Domthon, cila është? Domthon na nëse ata shkinin vendin, atëherë cila është përgjegjësia e institucioneve qytetare të Republikës së Kosovës? Bjen që çdo qytetar që shkel kushtetutën e Republikës së Kosovës e çdo institucion zyrtar që shkel gjykatën kushtetuese nuk kanë përgjegjësi atëherë. Atëherë duhet më konë standardi barabartë edhe duhet me qenë fleksibil institucionet e Republikës së Kosovës. Nuk duhet me toleru. Asë një mesazh tolerus nuk duhet me pas për shkelës të kushtetutës. Njerëzit kanë dhënë jetën, kanë dhënë prind, kanë dhënë fëmijët e tyre, për me qenë vendi me disiplinë, me kushtetutshmëri, por jo të shkeli ato, sepse në këtë vend në dirë gjak, edhe u sakrifiku një numër i madh, domthon ende ne kemi persona të zhdukur që për fat të mirë tash me përgjigjen disa. E dhjetra raste të tjera që janë. Për çka? Me themelu, me ndërtu shtetin e me funksionu mbi bazën e konventeve ndërkombëtare, standarde me të cilën janë të përcaktuar nga standardet ndërkombëtare dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës, e ligjet e saj. Që është akti më i lartë juridik.